kanë të drejtë absolute se këtu ka vetëm teatr. Nuk ka koncepte as diskutime politike as gjë. Keni arrestuar dje një nën me fëmijë, kur banda e Elbasanit, banda e Durrësit shëtit në gjithë Shqipërinë, kontrollon të gjithë sistemin elektoral, kontrollon gjithë Shqipërinë dhe një protestues, siç lexova, shpresoj mos jetë e vërtet, është në koma. Gjithë kjo dhunë policore për të mbrojtur identitetin, sharmin e deputetëve. Let ju gjuajnë me vezë të gjithëve, nëse janë bërë për vezë. Parlamenti përfaqëson popullin shqiptar. Dhe populli shqiptar gjysma është rrugëve të botës sa nuk ushqehet dot. Dhe pjesa tjetër ka vjedhur gjysmën e pasurisë shqiptare. Ky parlament nuk ka më dinjitet. Dhe dilni këtu bëni moral që ju keni fituar. Çfarë keni fituar ju? Tu ka humbur gjithë Shqipëria. Çfarë keni fituar ju? Janë mbushur rrugët e Shqipërisë. Është mbushur gjithë Europa me shqiptarë që shkojnë të punojnë. Nuk lajnë dot pleqët e vet, po lajnë pleqët e botës. Unë se di ku është kjo krenari, që kanë krenari të mbash një samit, po s'është krenari samit, atëherë se kuptoni politikën. Do bëkën ju samitin e natës dhe Shqipëria që kanë zhvilluar. Shqipëria është pa bukë. Kaloni dajtin do ju kujtohet Luli Vocër. Për çfarë Shqipëri e flisni ju? Dhe po na bëni nder se po flasim këtu, nëse e kam për hak për vezë, futim brenda të jam mbështjellit gjithë në vezë. Hajde, faleminderit.